Gjuajtje me ujë, një shtyrje këtu, një shtyrje atje. Britma në të gjitha anët. Pa marrëveshje princesë. Të gjithë thonë se po luftojnë për të kthyer rendin kushtetues, por kuvendi çdo ditë më shumë po duket sikur po e humbat. Për rreth 2 orë deputetët u përplasën fillimisht me fjalë, pastaj fjalët nuk mjaftuan më. Mërgim Lushtaku u përplas fizikisht me Adnan Rustemin, ndërsa mes tyre ndërhyri edhe Ardian Gola. Ganimeti Musliu e gjuan me ujë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Ardian Golën. Po i themelon institucionet pa marrëveshje princesë. Super kriminela jeni, po shkelni kushtetutën. Ju jeni super kriminela. Derani se Më herët, Albana Bytyqi shtyu Arbërien Agafsin, derisa Agafsi dhe Ganimeti Musliu ishin të përfshira në një tjetër moment të tensionuar me letra që përfunduan në ajër. Adam prap të doshë. Adam prap. Derisa Musliu i gjuan ujë në fytyrë në Agafsit. Nëse përsëri shkojmë në zgjedhje. Prandaj Blerta Deliu në përplasje me Donika Gërvallën, ku kjo e fundit i thoshte Deliut, po të vjen era, largohu pak. Deputeti PDK-s Artan Behrami ju kthehet Gërvallës, ke shkelur mbi gjakun e UÇK-s, derisa deputetja e vetëvendosjes i thot, mos rrej. Gola i VV-s e fyen Rahmanin e PDK-s, më shumë kikime në fytyrë se neurone në tru. Mashtrus, rëndës. Edhe personal që këtë këmë, hajde. Jo, shumë. Hajde, qabë dam. Hajde. Rëndës. Mashtrus. Se e rëndës, për shdo rëndës, si të rëndës, ti publikë që të rëndës. Se kam pasë një tjërë dhe me ngushtë jashtë zakonin që një. Më shumë kikime në fytyrë se o neuronë në tru. Përplasje pati edhe në mes të Sala Jasharit dhe Albulena Haxhiut në kuvend. Me një deputetet të ri, tregoj, lutem, i kujdes. Tregoj të rive, kur e kryen fakultetin, çfarë të ardhme ka në Kosovë. Jo nuk ka qetësi, nuk ka qetësi e ndërume. Nuk ka qetësi. Nuk është kjo me këty, nuk është me këty. S'ka rëndësi për mbështetja është kur punon. Kur punon e Albulena, kur punon, ju Të gjitha këto përplasje ndodhen derisa deputetët e PDK-s dhe Aleancës po kërkojnë vazhdimin e seancës konstituive, pasi ka përfunduar afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Seanca konstituive nisi me 6 gusht, por kuvendi nuk arriti të përfundonte zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve. Procesi mbeti pezull për shkak të mungesës së një marrëveshjeje politike. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit u certifikuan me 8 korrekt, ndërsa afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit përfundoi më 7 gusht. PDK-ja dhe Aleanca kanë kërkuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari që ta thërras vazhdimin e saj, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka insistuar se fillimisht duhet të arrihet një marrëveshje politike. Shoqëria civile kërkon zgjidhje. Ekspertët kërkojnë që procesi të vazhdojë.
Bashkimi Evropian kërkon marrëveshje, sepse kjo krizë nuk po prek vetëm sallën e kuvendit, por po rrezikon të mbaj peng edhe institucionet, reformat dhe fondet evropiane dhe kështu Kosova sot nuk po përballet vetëm me një krizë politike, po përballet me një krizë që po zgjatet dhe po thellohet.